Ja dhe kafja ka ardhur. Tani që vinë festat, unë i uroj mamave që t'ju bëjnë dhurata fëmijëve. T'i bëjnë dhurat libra vajzave. 8 marsi është për të gjithë, ne, vajza dhe gra. Dhe do doja që vajzat t'ju bëjnë dhurat mamave libra. Libra për prindërimin, libra me pilula, libra me letërsi magjike, libra me letërsi klasike, libra me letërsi historike, fiction dhe non-fiction, të gjitha llojet e librave, por t'i bëjnë dhurata njëra tjetrës libra. Lulet janë të çmuara, po tashmë e kemi marrë edukatën e luleve, përcjellim njëra tjetrës lule, por ju lutem, shtojni luleve edhe libra. Librat janë dhurata më e bukur që mund t'i bësh një njeriu, i pasuron atij një ditë, një javë, një jetë. Dhe pastaj e bën mik besnik të këtyre qosheve të bukura, siç është kjo librari, ku unë kam sjell tregimet e Pitilushës. Di çfarë, nuk ka vetëm libra për të rritur, të cilat të bëjnë të mendosh. Ka edhe libra për fëmijë, të cilat gjithashtu të bëjnë të mendosh. Edhe po nuk e lexove që e vogël, vonë, mezi mësohesh, mundesh edhe vonë, po e mira është ta marrësh këtë edukimin hershëm, që me këtë lloj librash. Unë jam shumë krenare që kam mundur të bëj 2 libra për shkak të vajzës sime, nuk do ta bëja kur këtë nëse ajo nuk do vinte në jetën time dhe do më jepte fjalët për shkruar libra për fëmijë, siç më ka dhënë për shkruar Pitilushën, më ka dhënë fjalën, më ka dhënë fabulën, më ka dhënë mundësinë ta bëj këtë gjë. Më ka dhënë fabulën sepse kur ajo ka pasur probleme, letërsia vjen nga një ndodhi personale. Ajo nuk tregohet, por është në thelb, është diçka që është aty. E fëmijës tënd, e shoqes tënde, e burrit tënd, e vetes tënde apo njerëzve të ngjashëm.